Tashi, po ta shikojmë me vërtetësi dhe me realitet gjendën se pse jemi këtu. Unë mendoj që nuk është rastësi. Pra, ne kemi parë që Amerika, bashkë kupola Amerikës, jo popullë amerikana, se popullë amerikana si ne, e kemi vlla, e kemi zemër, na ka vlla, ti ke pa Amerikanë tu që përqafojmë rrugës. Po them ato që udhëheqin Amerikën. Janë ato që na shtin ne dhe na futën në narkoshtet. Kupola e Evropës janë ato që na kanë shtirë ne dhe na kanë futur në narkoshtet. Se ky vetë s'mund ta bote kurrë këtë punë, po mos deshen ata. Dhe ato nuk mund ta bëjnë kaq budallë. Megjithëse ne kemi ca langara që janë politikanë, si ngjova edhe sot një gazetar që është bërë deputet. Që thotë anti-amerikan, nuk është anti-amerikanizëm o zotni kur ti po mvret mua, e unë po them ti mos mvrit mua vëlla, sepse më vrasë, ka arsi mik në shtëpi. Për çfarë arsye ti më fut mua në narkoshtet? Pra, Yuri Kim, Blinken, tjetri, manipulum langaraqet e Shqipënisë dhe na shtin ne sot në narkoshtet, që na vdesin fëmijët, na humën gocat, na tjetër në këtë lloj gjendje siguri jemi, dakor? Dhe unë i kërkoj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thash jam askushi. Por në për hir të asaj miqësie që ato kanë predikuar që ne jemi miq tuaj. Dhe na ngulën shpikën, na ngulën thikën në shpinë. Dhe ardhja e presidentëve dhe figurave të Evropës që vinë sa herë që ky bomorzu vinë ato dhe e ngren, qofse ke vure. Saktë, kështu është. Po nuk mendoj që ato janë shërbim të tij, unë mendoj që ky është shërbim të atyre. Dhe unë kërkoj nga Amerika e vlerave të vërteta. Të pastra. Për hir të miqësisë, të shpagoje, na heqi thikën që na nguli në shpinë ambasada amerikane e Donald Tusk, e Yuri Kimit, e Blinkenit, e Bidenit, se nuk ja kishin boç. E kena prit si mik, e dum si mik, po jo të na vrasin as shpina. Jo të na vrasin në sofrën tonë. Prandaj, si shqiptar, si njeri, si shkrimtar, si dush t'i thuja, kërkoj që ambasada amerikane me këtë ambasadorin e ri që të vinë në Shqipëni, të shpaguaj zotni. Të ndreqi fytyrën Amerikës. Kush do t'i besoj? Shqiptar kanë besim te ky ambasador i ri? Kush po, unë s'kam as besim, unë do ta shikoj. Besim kam veç kur ta shikoj. Jo, thonë që nga sepse Altin, do të jemi me të vërtetën. Në mënyrën se si o sjell ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Po, vërtet. A ka popull në botë që t'i besoj më atyre? E vështirë është. Dakor? Sepse do të bëj diçka e madhe do. Ore na vran. Pra, unë mendoj që të vinë tek ai funit fare. Kjo përfaqësi që do zgjidhet nga protestat që po bëhen në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, dhe në gjithë botën, të kenë një ndihmë nga ambasada amerikane, nga Evropa, nëse na duan me vërtet si miq dhe nuk na duan që ne ose ato që kanë pompuar me të madhe gjithmonë që miq tan alarm. Miq strategjike atje jo për shkaqe thotë, jo për shkaqe gjeografike. O zotni, s'm duhet më shkaqet e tuaja gjeografike, unë shoh minat e Amerikës në kuptimin kur unë po vdes zotni. Unë jam dakord. Po zhbojmë pra, unë jam dakord që t'ja pjedë për ty si mik, siç e ka traditë shqiptari, për amerikanin, për francezin, për anglezin. Jam shumë dakord, siç ato për shembull në bazë të parimeve të popujve ty na japin jetën për ne. Po nuk jam atë që as shqiptarit ja nguli thikën në shpinë, po themi amerikanit. Pas amerikanit nuk ja kena borç me na ngul thikën në shpinë. Se gjithë kjo gjendje që jemi ne këtu, po themi 90% e kësaj gjendje që jemi këtu është nga ato. Nuk është nga ky, se me qenë ato po të kishin ndërhyrë, kishin heqë këtë me bekimin e tyre erdhë këtu në Shqipëri. E kishin hequr 2 vitet e parë, 3 vitet e parë dhe ne nuk kishim se marrëm këtë gjendje ku jemi. Se tash nuk e dia jam i qartë. Pra, kjo ka ndodhur. Tani në këtë moment tani ky s'po jep dërheqjen, madje e kalon edhe tallje për qeshje, luan e bën, duket që s'është mirë, kuptohet. Ai s'ka qenë herë mirë, po tani e ka po nxjerr kështu hapur edhe për ata që besoshin që ky është artist është kështu. Por a ja kemi çuar edhe ne mesazhin Amerikës, ambasadave ose Europës që ata do të bëjnë në mënyrë imediate që të bëjnë një lëvizje me këtë? Patjetër. Pra kanë marrë ato? Mendoj që ato e kanë marrë mesazhin. Si populli foli. Po normal që foli, ka folë gjithë botën. 2000 veta ti o mret. 2000 veta thaj. Jo pa faj që thënë 2000 veta si ka dalë duke i numëruar. Po edhe sikur 2000 vetë me dalë valla. Nëse kanë të drejtë, kuptoj pse mos japësh drejtën kombit të popullit tat. Ai ka humbë. Dhe
Unë Një shprehje që tha i doja të të pyesje, meqense Po. folëm kaq fjalë të mira edhe për traditën, për historikën, për shqiptarët. Një shprehje që e ka përdorur këtë ditë ai që se ka filluar modifikon dhe shprehje që ai se ka drejt ta përmendi më në gojë, të ta marrë në përgojë, domethënë thotë shqiptar, nuk duhet ta marrë. Ai është një tradhtar, ai e shumë të tjerë këta që këto 200 vite, shumë vite të tjera, për të paktën këto që janë akoma që frymojnë, domethënë që na marrin këtë arin, përveç se na kanë marrë në formën si na e ka shkatërruar vendin ton, por edhe aq pak sa marrin këto si njerëz, nuk do ta marrin, nuk e meritojnë më këtë. Që tha që Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Me këto loja që bën. Shika, tash ky është bojë lehtësueshëm. Unë nuk e di në kuptimin gjenetik gjakut vet a ka ne lidhje ajo me shqiptaren. Po të paktën edhe në pikë pyetje është. Po të paktën me sjelljen që ka bë. Ky nuk ka asnjë lloj lidhje me shqiptaren. Mundësisht, po të vetëm këtë duhet kujtojnë shqiptarët. Tek vetja t'ia kujtojnë vetes këtë, domethënë, kupton? Ka ardhur një huaj në Shqipëri, siç është ky, edhe çfarë s'po na bën, domethënë. Edhe na ka çu vendin, veten, ne, njëri tjetrin, na ka çu në këtë lloj pike, domethënë që ne jemi, kupton, njëri kaq i vogël si ky, sado që është i gjatë kështu si kallo, po puna është që ne kishim harruar fuqinë tonë. Kishim harruar si çfarë fuqie, unë mendoj që përballë kësaj gjende ne jemi në varr. Shkurt mohabet. Ky na ka futur në varr. Ka ngel vetëm me na hedh në patën me dhe, e më na shkruajt emrin koha. Shqipëria vdiq, kombi shqiptar vdiq. Kupton? Ky të gjitha i ka bë. Kështu që ky çdo që thot, ne duhet të marrim të kundërtën asaj që thot. Bravo. Ky s'ka Këta ke shprehje që unë e them vazhdimisht. Çfarë thon media? Çfarë thon media? Çfarë thon këta? Merrni gjithmonë të kundërtën. Ose bëni vazhdimisht që themi të kundërtën. Merrni gjithmonë të kundërtën asaj që thuhet. Ose duhet më bëj pyetje vetes pse e tha. Pse e tha? Po. Ç'ne ky? Si ka mundsi ky? Ky që na ka vrarë aq barbarisht, na ka shah, na ka degeneruar, na ka degraduar, na ka ç'të them unë? Vështur për ju që shkoni dorë Turqisë, ato njerëz që vazhdojnë në Elbasan, në Shkodër që ishte dje. Ajo është pjesë. Dëgjoj. Për ju edhe ju që ka nga ato plot që po e them prapë për herë të disat këtu në intervista ku bëj, ju që më shkruani që dilni atje në protest, që jam gjatë gjithë kohës në transmetim, edhe që më thoni, të lutem fshije pak video se kam dalë, më ke kap video që kam qenë protest. Jo, valla, jo. Edhe unë kam marrë riskun tim për sipër, edhe zotëria ka marrë riskun vetë për sipër. Është më e rëndësishme kjo protesta që jemi mbledh bashkë, kjo bashkësi e madhe që jemi mbledh bashkë, si sa ai vendi jot i punës ose vendi im i punës ose kujdo, domethënë. Është më e rëndësishme kjo, jemi në varr, siç po e thotë edhe zotnia. Kjo është ajo, është shumë alarmante, nuk do të harrojmë dhimbjen, se po e marrim pak edhe po precipiton pak edhe situata aty, është energji shumë e mirë, çdo ditë po vjen duke u shtuar, por nuk duhet të harrojmë për çka kemi dalë. Dhe për çfarë arsye jemi aty dhe çfarë zgjidhje do të japim. Nuk do ta kthejmë vetëm këngët vallet, mesazhe patriotike, këto gjërat janë shumë të mira, nuk do t'i harrojmë, do t'ia rikujtojmë njëri tjetrit, por nuk do të harrojmë dhimbjen për çka kena dalë aty. Zgjidhja vetëm mbetet rrëzimi i kësaj qeverie, zhdukja e këtij njeriu anti-shqiptar ose shqiptar vrasës. Unë nuk di se çfarë mund të bëjë një armik më tepër. Dakor? Ose nuk di çfarë mund të bëjë një kryeminist më tepër që të quhet tradhtar komi. Ky është tradhtar, nuk i them dot tradhtar komi se e kupton, nuk mund ta quaj dot shqiptar ai tradhtar. Se duhet të jesh shqiptar që të quhesh tradhtar. Po nuk ishe ti shqiptar fare, që të them unë ata si thon dot. Ata duhet më thonë një kriminal, atë ku diun çu më thon armik. Po s'ka më çdo të emër, po ti marrësh të gjithë pjesën. Bien, emrave, jo nuk bien, po me vetë të gjithë emrat e këqij, ky të gjithë i mban. I përfshin gjithë. Ky nuk mund të shtjegësh një emër të keq, pra nuk mund të ketë ti thosh që ka këtë lloj personaliteti dhe po i them këtë. Dhe unë uroj shumë që mbasi ngjalljes tonë, që të ringjallim ne, dhe ky njeri mos jetë not, të ringjallën qoftë edhe mendimin e miqve të vërtet amerikan dhe evropian. Jo të atyre që deshën me na fut në varr. Po të atyre që duhen me na pat aman si një kom vlla, po themi, si shifet miku, siç është në parimet më të vjetra njerëzore. Parimi i parë ka qenë nderimi për mikun. I fortë respektot dotin. Dakor? Dhe këto miq amerikan, perëndimor domethënë, por ta heq nga vetja, nga barra, nga shpina, këtë turp të madh që i vun ambasadat e tyre në Shqipëri duke na shtinë në narkoshtet dhe duke na prunë në këtë situatë katastrofike ku gjenim ne, duhet të shpagojnë.
duhet shpagojnë, duke i kërku patjetër edhe dorëheqjen këtij, për të gjithë ato të zeza se ky ka të zeza sa dush, po duke vu edhe në ndihmë të në kratë të gjithë atyre protestuesve që kanë dalë aty. Mendoj që duhet të dalin dhe t'u thonë sa te e tregojnë tamam veten që janë miq tanë, miq të shqiptarëve. Por ndryshe kjo është mik me thik mas shpina kjo.